ty që është help. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Kodër Dollake, në Halil, në Fushkruj, aty ku është një katastrofë mjedisore. Natën e mbrëmshme janë ndezur zjarre të mëdha masive. Jam me profesor Sazan Kurin, i cilin e falenderoj shumë që ka ardhur nga Tirana apostafat për këtë çështje, për me i dalë banorëve të zonës në krah. Profesor, kemi fol edhe natën e mbrëmshme, kemi qenë në kontakt edhe jo pa qëllim kërkova që të vije këtu sot edhe të tregove i gatshëm. Mund të më tregosh se çfarë ndodh me këto plera dhe cili është dëmi që ju krijohet banorëve nga këto fjalë ku jemi këtu? Juve sa po tha që kemi të bëjmë një katastrofë mjedisore, që për mua është katastrofë sa qeveritare, sa sociale, sa historike, sa shëndetësore. Jemi në zonën që Qendra e Albanopolis, mos gaboj. Këtu është Albanopolis. Pas kësaj kode, 100 metra në vijë. Tani zona është një vend hedhi. Nuk është i langtill. Langtill nuk digjen kurrë. Sepse mbulohen me argjil. Ndërkohë dije juve ma kërkuat, edhe unë po vi në emër, po vi nga Berati, s'ka në qi Tirana, po vi nga Berati. Berati, Tirani, promovim klipit e një miku tonë për bashkët, nga Tirana këtu Fushkruj dhe nga Fushkruj në Berat pra. Ka marrë kasine për të këqirë se do më pak se 200 qytetarëve të Fushkrujës në kujdesin tuaj, sigurisht që gjithmonë populli e prodhon një... Na kanë shumë mesazhet, edhe videot nga banorët i kanë marrë. Dhe unë videot nga ata plenë për juve, është për të vënduar të kokë. Prandaj qytetarë shqiptarë, sa është e gjallë dhe mbahet gjallë një protestë në Tiranë, ai duhet mbajtur gjallë dhe një protestë në emër të një populli, në emër të një shëndetit të familjeve apo të fëmijëve, në emër të dinjitetit të qytetarëve shqiptarë, që ne nuk e meritojmë ti zoti Edi Rama di, apo ti zoti Ulsi Manja di, apo ti zoti Shalci, apo kushdo zotëri nga ju di. Ne, populli shqiptar, nuk e meritojmë të trajtohemi, të digjemi bashkë me plerat dhe bashkë me to digjet të historia e këtij populli. Nuk e meritojmë. Do të bëja disa pyetje. Banorët këtu që kanë shtëpitë kanë qenë shumë shqetësuar që zjarri mund të shkonte drejt shtëpive të tyre dhe është një zonë që faktikisht nuk i hap dritarët. Pra ky fshat nuk i hap kurrë dritarët. Jo për shkak të zjarrit, por edhe kur plerat janë para zjarrit, ata avujt e plerave që janë këtu, pra çfarë si dhe mund të jepet se situata se shikon nga ana e majt kemi liçen e Zagraçesh, një nga liçenet më të bukura në Shqipëri që këtu vetë se bëhen një park. Ne përballemi sot me këtë katastrofë mjedisore dhe jo vetëm që s'ka darje të veteve burim, dhe kemi për shembull këtu ka park kokë piçi, zorderri, tavolina, karrike, blloqe, qese plastike etj. Dhe cila është zgjidhja në këtë rast? Pra, me fiks djegim plerat vetë dhe të vejmë plerat tjerë, pra t'i hedhim pra plera, pra si e shikon këtë situatë? Kjo zgjidhja nuk është e vështirë. Po këta duhet me problem. 80 metra daljen, ndërkohë do të jetë 8000 metra të tjerë, largë ndaj një që kemi shumë. Edhe shtorë Këtu nuk ka leje mjedisore, profesor, shikoj të ftoj pak tani, shikoj është rruga nacionale që të çon për Krujë. Ja, shikoj kemi lëvizje me makinave. Ja ku e kemi Krujën, kalaja Krujës, duket aty, Albanopolisin e kemi këtu. Ne që i bëjmë thirrje turistëve për të ardhur në Krujë. Ata shikojnë të shkërisht. Se mendojnë dot. Pra është e pa imagjinuar. Nuk e mendojnë dot ata digjen plerat në vitin 2026, ata se mendojnë dot. Sepse plerat vetëm menaxhohen inxhinierikisht dhe ekologjikisht. Çfarë do të thotë? Një krop ku pajisjet me shtresa aqëllore minimum 1 cm pa përshkushme, që këtu për fatë mirë është kyllë që ka përmbulojnë. Edhe buzët asore, si një kovat tamam me buzë pa përshkushme, që ato që ndodhin në tërmetin apo me shirat, ato do flenë aty, që nuk do ndosi do të i bie me një koeficient prej 0,7, pra 0,7 cm per sekondo të lëvizë ujë, që do të thotë që 1 metër lëvizën 30 vjet. Ai që pa përshkushme është ato që e mban. Ta nuk duan ta bëjnë, nuk e plësin me ekspertin ta urdhon. Pyetja ime tjetër për Fushkrujën, për banorët e Fushkrujës, profesor, ja ku kemi fabrikën e çimentit. Pas asaj është një fabrikë tjetër çimento, kemi një fabrikë tullash, kemi kuroret, kemi frantot, kemi edhe këtë kodrën e plerave këtu. Tani në Fushkrujë na ka ndodhur një problem. Mosha e kancerit ka zbrit 15 vjeç. Tani çfarë ndodh, profesor? Të mbjellat, urdhër, shikuj ke të mbjellat tani aty, shikuj ke zonjën duke punuar te toka. Ja ku janë të mbjellat. Tani pa dashur të paraqyku fare as këta këtu, as pjesën tjetër këtej ku janë mbjellat.
a hahet uzi këtu, a hahet prasi këtu, a hahet kastraveci, domati, speci etj. Kjo është Kemi një ty që është helm. po. Është helm. Nuk është se po punon ka injekcie të caktuar fabrika dhe konsiderave. Një ty helm që ka metale të rënda, janë të shtata metale të rënda, zink, bakër, hep, nikel, kadmium, kobalt, cilat nuk shkojnë do të aje. Mund të ecë 10 metra nga plaka nga tymi, edhe bie dhe ku bie? Bie pikërisht në dobim. Në to që sabotat, bie mbi ato që quhet pyll, që quhet bimseurë, që quhet produkt bujësor, dhe ku përfundon? Ka të tjera. Është furani dhe dioksina, të cilat nuk dihen nga plaka 700 gradë kësaj. Por ato shpërthehen në 4500 gradë, vetëm në fabrikat caktuara. Ndërkohë që kjo dioksinë kjo furan nuk pyet më për distancë. Nëse metali do ecë 200 metra do bjeri diku në Deri ku mund shkoj? Metali, këto dioksina, këto fluturojnë në ajër. E prek dhe Tiranën? E prek dhe Tiranën në koridor. E prek pikërisht të skupton se mendohet që plaka me qenë atë fushkullim është problemi i banorëve të fushkullis. Po është pa ai problem për Tiranën, për Krujin, sepse këto bien në gjethet e bien që ajet nga lopa bën secilin e saj, në qumshi ke njeriu dhe prandaj përgjigjet për të thuaj se mund të kancerose espresin nga nivele 7-80 espresin nivele 35-30. Tani, si mendon ti, domethënë, dëmi që është shkaktuar qytetarëve të fushkrues nga këto tymra, nga këto flak, cili është jo vetëm nga mbrëm deri sot, deri nga plerat, po nga mbrëm deri sot është ky tym që zakonisht ka një ndotje graduale, po ti kishe hapur, si janë zakonisht tapa që quhen të hapura. Tani nuk ajo atë që do bënte ndotje për 2 vjet, për 3 vjet ashtu e hapur, ajo e bën për 3 orë. Për 3 orë. Për 3 orë ajo flakë mbrëmshme dhe këtë ty sot doj 1 javë, 2 javë, sepse tash është një vulkan. Tash është një vulkan aktiv. Ne kemi ardhur pa maskë. Po pra sigurisht. Tani pyetja ime profesor, që është kjo, domethënë ju mendoni që këto plera duhet largohen? Absolutisht urgjente, nesër është tani. Mesazhi jot i fundit drejtuar qytetarëve të Krujës, po edhe të gjithë qytetarëve shqiptarë. Mesazhi i fundit është që hapet një grop tjetër e pajisjet me kokrat e saj me gjithë kapështueshme. Këto mbeten të gjitha hidhen aty dhe mbulohen në mënyrë hermetike dhe quhet sarkofag. Këto mbulohen nga gjithë anët dhe vdesin aty këtu, po pa përshkuar në kodjen diku në liqen, diku në ajër, diku në tokat të fshin. E ndërtohet një latim, një futulluar që i kishte ekologjikisht. Dhe latimi është pa mundur, është përbashkët, nuk ka gjofshat një lantim, po të gjitha së bashku, kruja kumulohen një zonë caktuar, që jetën. E pra, nuk janë për investime strategike që të zgjidhin ato që quhet hallë. Ky liçeni, profesor, tani ka dalë jashtë përdorimit. Asi ai nuk është qarkullshëm. Këtë gjë do të lumi që qarkullon, e këtë gjë i liçeni mbyllur si ky. Prandaj na pani qytetar që po ngjem zëri, por vi nga Berati jo për të që çapo bëj. 71 vjeç, po vi për të treguar dignitetin që i takon çdo shqiptari, çdo qytetari. Po ju tjegër atë që quhet dignitet shqiptar, histori shqiptare, mjeti shqiptar, shëndet shqiptar, edhe ilaçet militoja që ata janë gati të thonë që e meritoni dhe ilaçin ku meriton këtë lloj gjendje. Pra sidhja është domethënë kjo kamionat që po marrin lloj nga poshtë atje, siç e shikojmë edhe nëpërmjet pamjeve, edhe siç e filmum do hedhin vëre këtu që hedhin ka plera të tjera. Pra këtu të vazhdimi i plerave. I bëjmë thirrje nga Kodër Dollakja, nga Halili bashkë me profesor Sezan Kurin, vini dorë tek kjo katastrofë mjekësore, sepse këtu është Planopolis, është kala e Krujës, po vjen kamioni që do hedh vëun, sepse fitja e zjarrit është nëpërmjet vëjave